Live from Tirana. Live from Tirana. Rikthehemi sërish në studio dhe nëse dëgjoni ndonjë zhurmë të çuditshme, është vetëm Eriola Doçi duke u sistemuar se erdhi në limitet e era parfum. Muzik. Muzik, ska muzik. Do të ndëshkojmë sot. Të haps të mirë zakonisht që shoh telefonin, po të hapsi dhe gjë e parë që shohje ti. Është ndjesi e bukur. Eriola mirë se vjen në program, edhe pse me vonesë, po s'ka problem, unë po thoja pak para se të vijë që gocave të bukura, të zgjuara seksi si ty lejohet të zgjohen vonë në një farë forme, po edhe djemve seksi si ti. Po të më lejoj, unë dhe Dankos do ishim këtu tani, po nejse do ishim në Maldive. Eriola si je? Një herë se nuk mund të them që je shkëputur, por mund të them që je më pak prezente në dalje televizive, i ke më të limituara, njerëzit kanë kurreshtje se çfarë ti po bën, po dhe në Instagram po ashtu ti poston rrallë për mall, megjithëse kur poston në majë të boros, në bikini, më bë një rezime të jetës tënde aktualisht. Aktualisht jeta ime është një dhomë katrore, po shkruajmë gati në izolim një projekt tjetër që nice. Nuk ka lidhje le themi me median, po është diçka e bukur kinematografike. Okay. Dhe kjo është arsyeja, po dhe rikthimi do jetë i bukur. Unë e kam në zemër televizionin dhe mendoj që dhe televizioni mua. Domethënë je duke punuar për një projekt, nuk është se kjo zhdukja në thonjza, kjo heshtja jote nuk është e qëllimshme, pra i duke u marrë me diçka. Po. Mirë, më bëhet qefi, çfarë bën ti këtë periudhë përveç projekteve? Pra si ka qenë ky dimër për ty, si e shtyn dimrin? Tani nuk e mohojmë do që bigull e ndjej. Okej. Disa nete kemi parë dhe bashk, kështu që kjo është rutina e përditshme, palestër, po mbaj veten në formë. Ke nisur palestrën. Po. Më bëhet qefi, ke pirë kafe një herë? Po. Okay, jemi safe, domethënë jemi të sigurt. Se Eriola Doçi pa pirë kafe nuk di si është. Eriola, jo më kot të ftova sot në program për një gjë që ka tërhequr shumë vëmendje në fakt në Big Brother VIP, në një kohë ku të gjithë po e kryqëzojnë, po e masakrojnë online në thonjza banoren Eglitako. Shumë personazhe publik kanë zgjedhur të mos e mbështesin ose të paktën të heshtin ndaj sjelljes së saj në Big Brother. Ti i dërgove një mesazh në Big Love, e cila është formula ku banorët çdo të diel mblidhen në shtëpi dhe lexojnë mesazhet e tyre nga fancat ose miqt, ku shprehje, nuk e di nëse mund ta përmbledhësh, mbështetjen për Eglitakon dhe gjës që ajo po bën në Big Brother. Po shumë e vërtet, unë jam një njeri që ec me ndjesi, nuk jam një njeri që feminizmin e lë vetëm në fjalë të bukura dhe rrjete sociale, siç bëjnë pa cituar asnjë shumë personazhe publik, edhe realisht e ndjeva që në momentin kur dikush që ti nje kemi kesh, por edhe dikush që nuk do njeh ka më nevojë për ty, të mos I japim atë shkelmin e fundit ta futim në humner, por një fjalë mirë e bën njeriu të arsyetoj edhe ndoshta gjej forcën që të reflektoj në veprimet e saj. Nuk më pëlqejnë fasadat dhe më vjen shumë keq që asnjë nga vajzat ose kanë qenë të paktën vajzat publike që e kanë mbështetur Eglin. Jo të gjithë jemi në më të mirën e mundshme, jo të gjithë zgjohemi të lumtur apo gjithë bëjmë gabime, si unë, ti dhe ata që po na ndjekin momentalisht në radio dhe kudo. Gabimet janë të bukura, nga gabimet mësojmë, por nuk duhet I kryqëzojmë njerëzit. Jam shumë dakord, por ku konsiston vija logjike e mbështetjes tënde përpost faktit që e njeh nga jashtë? Pra, ti mbështet ato çfarë Egli po bën, pra ti e pro që një vajzë të bëjë ashtu për një mashkull, apo jetë kjo që ka nevojë për një mbështetje emocionale në situatën që ndodhet? Qëndroj shumë te kjo e dyta, por që ka nevojë njeriu për një fjalë të mirë kur është keq, por gjëja më kryesore është që kush jeni ju të më thoni se çfarë duhet të bëj unë me jetën time. Kush janë ata ti thonë Egli çfarë të bëjnë me jetën e saj, si të sillet? Ajo e di shumë mirë që ka 100.000 telekamera dhe 100.000 banor që e shohin. Po,
dhe nuk ka pse t'i japi llogari dikujt për veten e vet. Jemi lodhur në një shtet kaq të vogël për me paragjykime 7 metra, do e hiperbolizoja pak se nuk e kanë shpirtin e pastër njerëzit që të vijen t'i veshin ato këpucët e eglit apo të secilës vajzë edhe Kiarës në sezonin e saj që e kryqëzuan dhe sot ajo ka një vajzë me Luizin. Lini këto vajzat të jetojnë jetën se kemi parë që çifte që kanë mbështetur, s'kanë ecur, kanë mbështetur çifte pastaj që kanë ecur dhe i kanë kryqëzuar në fillim. Do me thënë, nuk i kemi ne në dorë, ne kemi në dorë të komentojmë ose me fytyrën tonë reale, ose të mos komentojmë fare, por kur dikush është sëmur, a ka mundësi t'i vësh një makinë qepse gojës, ta mbyllësh gojën dhe ta lësh atë vajzë apo atë djalë kushdo qoftë që të bëj atë që ndjen. Pra, Se nëse do kishte diçka, nuk besoj se një familjar apo njëri shumë i afërt nuk do e nxirrte nga Big Brother. Po, dëgjoj, përpos kësaj është edhe produksioni dhe specialistët që shohin me vëmendje aspektin psikologjik të banorëve dhe jo vetëm. Mirë, mua më pëlqen vija jote logjike dhe është interesante. Dhe më pëlqen që nuk kam frikë, nuk jam e frustruar që do vinë 10 komente dhe do stepem, nuk do them mendimin tim, jo as pak. Un kam marrë si lëvdata që i ndër të parat vajzat publike që e mbështet, kam marrë edhe gjithashtu. Patën shumë edhe nga ato që të kryqëzuan, që nuk e riposto, po, edhe ato që më kryqëzuan dhe i bëre hallvën e komente të tilla, të këtij lloji. Po nuk më intereson në këtë pikë, kur unë dua të mbështes dikë, marr parasysh çdo gjë. Ndërkohë Danko më sinjalizon pak duke qenë se Eriolana bëri lëmsh skaletën kur duhet ta mbyllim. E kuptoj. Mirë, shkëputemi për pak fare reklame Eriola se dua të uroj dhe ja 2 biseda të vogla me ty. Kemi dhe pak minuta kohë për të konsumuar me Eriola Doçin e cila është prezente në studio. Dhe me që jemi tek vija Big Brotherit, mos të shpërndahemi, megjithëse unë do doja të pyesja për gjëra të tjera se s'do na dilte koha. Pastaj një fjalisi e përshkruan tik të Big Brother. Big Brotheri pasues ku ti ke qenë pjesë. Unë çdo Big Brother e shoh të paparashikueshëm, e shoh akoma më dinamik se Jon. Domethënë nga dyshi që u rrit dinamika. Okej. Jon i treti kishte dinamik më shumë, kurse ky është flak, nuk e di ku shkon dinamika më shumë se kaq. Janë të paparashikueshëm. Ndodhin gjëra çdo 2 minuta. Loja e kujt të pëlqen aktualisht në shtëpi? Po e them si banor, nuk e kam ndjek 24 orë, po Prime-et kam ndjekur. Loja më pëlqente në fillim e Gertës, po e shoh pak më të stepur tani, nuk e di nga se vjen. Po gjithsesi qëndrimet e Gertës më pëlqejnë, energjia e Gjestit, jo shumë loja apo strategjit, po energjia që ka si person, edhe Rozana do thoja. Këto she ato banorët më potencial. Jo, unë mendoj se do ndryshoj. Këto më pëlqejnë momentalisht. Kemi pasur në fakt mbrëm 3 rikthime të fuqishme, Jozi, Gjibani, Amber. Gjibani për shembull, më pëlqen shumë loja e Gjibanit, nga që është i sinqert. Rikthimi i ndonjërit prej këtyre apo dhe Gjibanit mund ta rrezikoj fitoren e Gjestit? Po kush ka thënë një herë që do fitoj Gjestin në sensin që përfliten disa personazhe që them Gjestit me që ai vendosi ta rikthente, prandaj po fokusojmë tek ai. Jo, nuk mendoj po që do bëjnë shumë të razira në shtëpi. Për shembull, filloi një bidaj i ri mes Lorit dhe Jozit. Nuk flitnin Valbona gjithmonë që shkon e para aty ku është fjala ose Jozi, është gjithmonë Valbon. U zhvillua një dramë e re në fakt dje dhe kurioz jam si do arsyetoj Jozi mos afrimitetin e tij me Valbonën, se nuk e di, ndoshta mendon që kjo pjesa që Valbona ka gënjur, njëherë kam shok, njëherë shoku vëllezërve të mi. Ndiqni seritë Bidaj numër 2. E quan një telenovela pra këtë Lori Bollywood Bidajun, ky Jozi dhe Valbona. Po mirë, në këtë pikë të lojës, shpesh në këtë studio dhe studiot të tjera televizive thuhet që ka disa banorë që mund ta fitojnë Big Brother, po në këtë pikë që jemi.
Kush mendon ti Eriola që e fiton Big Brother? Sa dhe shumë herët nuk është. Po pra po është pikrisht pika Ku do ndahen fatet. Ku do zën fronet e finalistave. Nuk kjo është pika kritike. Tani nuk ka një fitues. Nëse do më pyesje para zarfeve të zi, isha në finale Gjesti, Gjibani, Rozana, Gerta, dhe nëse do kishte në mënyrë skeptike edhe 1-5 mund t'ishte Laerti, po ka qeni përgjumur aso kohë. Po mbrëm banorët sapo e faktorizuan në Laertin. Ne që kemi marrë pjesë e dim. Kur t'hidhe gjithë shtëpia. Patjetër që është faktorizim, po nga banorët rikthyer, nëse do të ndodh, vetëm njëri prej tyre mund ta prek finalen. Kush mendon që ka shanse më të larta? Amber, Gjiban, Jozi? Gjibani. Nëse nuk plas grushti Ronaldo. Jo, nuk besoj se Gjibani është relaksuar tani, ka dalë jashtë, ka kryer marrëdhënie intime, është i relaksuar, besoj që nuk i ka marrë këtë informacion. Besoj që po, në sensin që ka qenë jashtë para dhe është disi më i relaksuar dhe kam përshtypjen që ka reflektuar ndaj gabimit që ka bërë. Mirë, unë kam përshtypjen kemi mbërritur në fund të programit për ditën e sotme, thash se doja të kishim diskutuar më gjerë e më gjatë, por Eriola Doçi është Eriola Doçi, siç thot Valbona, Laerti është Laerti. Por Laerti nuk është më Eriola, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana. Ne po vazhdojmë ta pim një lori kafe pas programit. Bashkë ridëgjojmë nesër. Unë Ronaldo Sharka dhe Danko DJ ju urojmë një super të mërkurë të bukur.